Socialist për drejtuar 5 bashkit e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Sërrikut dhe Matit. 5 bashki, 5 fitore, 5 arsye për t'i falenderuar qytetarët për besimin e tyre pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, motit me shit ditës djeshme apo vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesshme të cilat nuk është se stimulojnë pjesëmarrjen, thuhet në reagimin e Ramës. Ai uron për fitoren Bruna Mersinin që mori drejtimin e bashkisë Vlorës, Ervin Çeçen që fitoi në Berat me mbi 83% votave, Florenci në Sërrik, Gramozi në Tepelen dhe Altini në Mat, që të tre me rezultate kuptim plota, cilat janë një themel i fortë i punës që do të pasojnë në shërbim të atyre komuniteteve, përfundon Rama. Mirë, ndërkohë do të shkojmë tani në një lidhje të drejt për drejt. Është kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja, njëherë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Zonja Belinda Balluku në prezantimin e projektit është e qartë, në fakt është e para dalje publike pas komunikimit të akuzës nga ana e SPAK për zonjën Balluku. E ndjekim. I dhënë për vitin e dytë radhasit, që padyshim na bën krenar dhe pasqyron të gjitha përpjekjet e bëra nga secili prej jush në këtë sektor, nga elektricisti dhe deri tek drejtuesit e sektorit, apo edhe renti që ne kemi ndjekur gjatë gjithë periudhës për sa i përket kuadrit ligjor dhe gjithçka tjetër, ka sjell këtë rezultat. Raporti thekson si kontributor për këtë vlerësim për afrimin me kuadrin ligjor me akit e Bashkimit Evropian, avancimin në liberalizimin e tregut, ndarjen funksionale të operatorëve, unbundling, është një proces i gjatë që kemi bërë së bashku në vitin 2019 me shumë pikpyetje se si do t'ja dilnim me kompanitë e ndara, por sot OSHE funksionon si kompania MØM, e cila merret me gjithë pjesën administrative të mbarvajtjes të sektorit, por nga ana tjetër, pra sektorit shpërndarjes në këtë rast, por nga ana tjetër kemi krijimin e kompanive të cilat sot po forcohen dhe pritjen për krijuar edhe kompani tjera siç është operatori i energjisë rinovueshme. Gjithashtu është vlerësuar integrimi rajonar për sa i përket funksionalitetit të bursës me energji, pra bursa Alpex dhe bashkëpunimi në tregun e përbashkët Ballkanit Perëndimor. Si dhe një tjetër element i cili është vlerësuar është zhvillimi i burimeve të rinovueshme përmes ankandeve transparente dhe rritjes së pjesëmarrjes private në kontributin e prodhimit të energjisë së rinovueshme në vendin tonë. Sipas raportit, progres është shënuar dhe në eficiencën e energjisë, me forcimin e kuadrit ligjor dhe përgjithësimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën dhe diversifikimin e furnizimit, të cilat kanë përmirësuar ndjeshëm sigurinë energjetike në vendin tonë. Prioritetet për periudhën në vijim përfshin miratimin dhe zbatimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën, liberalizimin e plotë të tregut, bashkimin e tregut të ditës në advans me vendet fshinjësi dhe përgatitjen e tranzicioni të gjelbër, gjithëpërfshirës, në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian për dekarbonizimin dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ky progres është frut i një pune të përbashkët, është frut i forcimit të institucioneve tona, investimeve në infrastrukturë, rritjes së transparencës dhe digitalizimit të shërbimeve. Janë këto veprime që kanë bërë të mundur që energjia shqiptare të renditet me sektorëve me performancën më të mirë në këtë raport të Bashkimit Evropian. Por përveç vlerësimit që na bën krenar, ky është edhe një moment për të bërë një bilanc tjetër të rëndësishëm. Atë të kontributit real të sektorit energjetik në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe për më saktë, unë do t'i referohesha një raporti të Bankës së Shqipërisë në mesin e vitit 2025 për sa i përket kontributit të energjisë në investimet e huaja. Sot, investimet e huaja në Shqipëri kanë arritur 16 miliard euro, këto të llogaritura sipas metodologjisë tradicionale duke marrë kursin e këmbimit ditor. Por energjia është në vend të parë si kontributor
kryesor në investimet e huaja në vendin tonë. Dhe në vend të dytë është sektori i nxjerrjes. Të dy sektor të portofolit të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Për të futur më thellë në shifra, sot 16 miliard euro investime të huaja në vendin tonë janë mbi 250% krahasuar me një dekadë më parë. Ndërsa për sa i përket energjisë, kontributi në valutë i sektorit energjetik si investimi i huaj ka arritur rreth 3,72 miliard euro. Por për të mos lënë asnjë derë të hapur për retorik dhe pretendime, vetëm në 5 vjeçarin e fundit, pra krahasuar me mesvitin me 2020, jemi rritur me 52% në investimet të huaja vetëm në sektorin energjetik. Ndërkohë që përsa i përket sektorit të nxjerrjes, sot në sektorin e nxjerrjes kemi rreth një kontribut i cili shkon rreth 2,60 miliard euro, ose e thënë ndryshe 162% më shumë krahasuar me vitin 2020, pra vetëm 5 vite më parë. Ky është një tregues i qartë i besimit që investitorët ndërkombëtar kanë tek potenciali, serioziteti dhe qëndrueshmëria e këtij sektori. Tashmë kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit ku inovacioni është busulla e mandatit ton qeverisës. Për këtë arsye, OSHE Group, një kompani tashmë e konsoliduar në tregun shqiptar, po hyn në një fazë të re transformimi, duke kaluar përtej modelit klasik të shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë, që janë shërbimet bazë të OSHE-s. Sot, synimi ynë është të zhvillojmë kompaninë duke ofruar zgjidhje inovative dhe produkte të reja, që modernizojnë shërbimet dhe sjellin përfitime reale për qytetarët tonë. Në një treg energjetik që po ndryshon me shpejtësi, teknologjitë e reja janë garancia jonë për qëndrueshmëri dhe zhvillim. Matësit inteligjent, platforma digjitale, automatizimi i proceseve, integrimi i burimeve të rinovueshme janë elementët që po e bëjnë sistemin tonë më efikas, më transparent dhe më afër standardeve europiane. Por asnjë teknologji nuk mund t'jap frutet e plota pa njerëzit që e drejtojnë atë. Paralelisht me zhvillimin e kapaciteteve teknike të shoqërisë, paralelisht me inovacionin që kemi filluar të ngrem brenda strukturave të kompanisë, pra të OSHE-s, ngritja e kapaciteteve njerëzore është thelbësore jo vetëm për OSHE-n, por për të gjithë sektorin energjetik. Ne kemi identifikuar vitet e fundit një mungesë të theksuar të kuadrove të ri të specializuar në fushën energjetike, pasi mosha mesatare e teknikëve, e inxhinierëve dhe gjithë kontributorëve të teknologjisë ka arritur në 50 vjeç. Megjithatë, kemi ndërmarrë gjatë vitit 2024 dhe vitit 2025 dy nisma shumë të rëndësishme. Për sjelljen e gjakut të ri brenda në ndërmarrjen e madhe të OSHE-s prej 6800 punonjësish. Dhe ja kemi dalë në thirrjen e parë duke mbajtur moshën mesatare shumë të ulët dhe në thirrjen e dytë duke rritur atë, ne sot kemi 280 elektricistë të ri që janë shtuar radhëve të gjithë kësaj ushtrie të madhe të energjisë shqiptare. Megjithatë, sot ka ardhur momenti që vetë struktura e OSHE-s të ofrojë një akademi e cila do të kontribojë në rritjen e profesionistëve të ri, në rritjen e kuadrove të reja, që parashikohet kontribojnë jo vetëm brenda OSHE-s, pavarësisht se OSHE-ja është ajo që po ngjiz akademin, por të kontribojnë dhe për operatorin e transmetimit apo edhe gjenerusin kombëtar kesh. Përballë sfidës së qëndrueshmërisë energjetike dhe nevojës për diversifikim të burimeve të prodhimit, akademia do të krijojë një brez të ri ekspertësh, të aftë të përballen me teknologjitë e reja, me inovacionin, që ndryshon çdo ditë. Ashtu siç është vizioni i kryeministrit Rama, ashtu dhe siç është boshti i qeverisë shqiptare për këtë mandat të sapo filluar. Ashtu sikur kanë bërë me dije dhe sekretarit amerikan të energjisë javën e kaluar në takimin e PITEC në Athinë,
Shqipëria synon që jo thjesht të jetë një konsumator i energjisë edhe në nivelet e inovacionit, por synon të kthehet në një eksportues neto brenda vitit 2030. Kemi parë shembullin e vendit fshinj të Greqisë, kemi një miks energjie shumë të ngjashme midis dy vendeve tona dhe Greqia ka arritur vetëm në vitin 2024, mbas dekadash e dekadash investimesh dhe inovacioni, në vitin 2024, në prill të vitit 2024, Greqia për herë të parë kthehet në vend eksportues të energjisë, pasi ka qenë gjithmonë një vend importues. Nga prilli vitit 2024, për 18 muaj, ndryshimi që ka psuar sistemi energjetik për sa i përket financave, nga një vend që kishte humbje deri në 1 miliard euro në vit pra për energjinë që blinte, sot ka mbyllur bilancet me rreth 100 milion euro për herë të parë si eksportues. Ky është vizioni i Shqipërisë. Sigurisht hapat tonë kanë qenë shumë më të mëdhej dhe më të shpejt se ato që ka bërë Greqia për shkak se koha që ne kemi pasur përpara ka qenë shumë e kufizuar. Kujtojmë këtu vetëm vitin 2013 kur humbjet në rrjet kanë qenë 45% dhe ka pasur qytete që kanë pasur dhe më shumë se 50% humbje, ndërkohë që vitin e kaluar ne e kemi mbyllur me pak më shumë se 17% dhe nga të gjitha të dhënat që vijnë nga operatori i shpërndarjes rezulton që do të arrijmë objektivin në 31 dhjetor për ta mbyllur këtë vit me 16% humbje, nuk po i referohem sakt pik sa, pasi mundet edhe ta thyem rekordin që kemi vendosur. Në ndërkohë, do të ndaloja për një moment ke ky produkt i ri, i cili është dhe shkaku i takimit sot. Duke ndjekur filozofinë e inovacionit, duke ndjekur frymën e qeverisë shqiptare që gjithçka duhet bazohet me inovacionin, pikërisht për të rikuperuar këtë kohë, këtë gap kohë që ne kemi me vendet e tjera europiane, sot jemi këtu për të lançuar një produkt të ri. Një produkt të ri Oshe Charge. Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të kthehemi më njëherë me të nisur edhe fjalën kryeministri i vendit.